Kisha e Shën Nikollit në Krutje, më e vjetra në zonën e Myzeqes, ndërtuar rreth viteve 1400, është drejt rënimit total. Kisha është shpallur një monument kulture e kategorisë së parë që prej vitit 1967, dhe ndër të vetmet që nuk ka parë restaurim, me gjithë vlerat e mbëdha dhe shpirtërore që përfaqëson. Restaurimi i fundit i saj daton më shumë se një shekull më parë, në vitin 1922. Naosi dhe afresket murale të pikturuara gjatë viteve 1804 deri 1811 për shkak të peshës së kohës që mbajnë mbi supe, janë drejt rënimit total. Kolonat mbajtëse, harqet tavani dhe çatia, dhomat e shërbesave, hajatetet i ngjajnë më tepër një gërmadhe. Kjo është një kishë, ashtu siç e thatë ju, rreth viteve 1450, është një kishë që frekuentohet nga të gjithë besimtarët, por është e rindërtuar në vitin 1800 dhe pikturimi i kësaj kishe është në vitin 1806 dhe ka përfunduar pikturimi mural i kishës në 1811. Kjo kishë është një ndër kishat e vjetra, ashtu siç thatë dhe ju, në këtë zonë, frekuentohet nga populli dhe gjithë shërbesat bëhen po në këtë kishë. Koha ka bërë të vetën që kjo kishë po rënohet, është në gjendje për të ardhur keq. Kjo kishë është një ndër kishat e vjetra, ashtu siç thamë, dhe rënimi i saj po vjen drejt rënies së saj. Pra, kjo do një dorë urgjent nga monumentet e kulturës për rikonstruksionin e kësaj kishe. Po, edhe monumentet e kulturës kanë ardhur shpesh, e kanë parë, e kanë monitoruar kishën edhe me sensore dhe me çdo gjë për lëvizjen e kësaj kishe, dhe ata sa herë që vinë thonë që kjo ka nevojë për rikonstruksion. Deri tani nuk është vënë dorë në këtë kishë. Megjithë kërkesat e her pas hershme nga besimtarët e zonës, shërbyesve të kishës vit pas viti, madje dhe kërkesave të Mitropolisë së Beratit për të ruajtur vlerat unikale për këtë kishë, ende nuk ka një projekt rikonstruksioni. Sipas priftit të kishës së Shën Nikollit, At Ilia, kanë ardhur përfaqësues dhe specialistë e Institutit të Monumenteve të Kulturës për të parë situatën, por ende nuk ka zgjidhje. Pak e çuditshme që Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Ministria e Kulturës kanë harruar që të ndërhyjnë për një objekt, i cili është monument kulture i kategorisë së parë qysh prej 60 vitesh.